autor që shkruajnë libra, dramaturg që ngjisin në skenë histori, ka studiues që analizojnë kohën e tyre. Por rrallë ndodh që të gjitha këto botë të bashkohen në një emër. Stefan Çapaliku është një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shqiptare bashkëkohore. I fjalës së shkruar, ai prej dekadash. I lindur në Shkodër, qytetin që ka ushqyer breza të tërë artistësh e intelektualesh. Çapaliku e ka thyer letërsinë në një mënyrë për të lexuar kohën dhe teatri si një pasqyrë. Por dëshiria sheh vetëm. Në universin e tij krijues, historia nuk është thjesht e shkruara, por një pranimi që vazhdon të ta ndjek. Ironia nuk është vetëm stil, por një mënyrë për të zbuluar të vërtetat që shpesh fshihen pas realitetit. Ndërsa letërsia dhe teatri shndrohen në hapësira ku shoqëria sheh fytyrat e saj, pa zbukurime dhe pa maska. Veprat e tij janë përkthyer në shumë gjuhë të botës, ndërsa dramat e tij janë ngjitur në skena kombëtare dhe ndërkombëtare, duke bërë zërin e tij të dëgjohet për te kufive shqiptar. Së fundmi, ai vjen para lexuesit me librin 101 tregime të shkurta, një mozaik historish, ku në ngjarje vogël mund të fshehet një të vërtetë të madhe. Ku absurdi dhe realiteti ecën krah për krah dhe ku fjala bëhet mjet për të kuptuar më mirë kohën në të cilën jetojmë. Një libër ku ironia takohet me Hayat tırnakları birbirinden ayrılmaz ki. Baba da en az anne kadar kutsaldır, iyidir be. Prapoja pas emocioneve dhe ndiqet trendet. Me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtet. Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani shpejt. Një njerëz fantastik, njerëz mirë. Kjo është shumë e lezetshme. Mirë, me një Flasim për dasma, edhe ti ke martuar gjysmën e Shqipërisë, se ta themi kështu. Kështu rasti. di se sa. Gjithmonë kam qenë kurreshtar. Se kam përshtypjen me qenë se edhe njoh sadopak se si funksionon bota muzikës etj. Kam përshtypjen që kur dikush do një këngëtar në çdo sebep dhe gëzim nga fton këtë këngëtar sa e ka qef. Ty të kanë qelluar të ftosh. Jo. Të ftosh, po do të ftojnë. Ka qelluar do të ftojnë disa herë te njëjti person që është martuar disa herë. Pra është divorcuar, është martuar, divorcuar, është martuar. Sa e ka ndodhi në Shqipëri? 5 herë. Po. Edhe në fund fare di që e shkrepi. S'është me thashë mirë. Di se aksidentova në makinë. 5 fort 5. Po çfarë i thoi kur takonte, do thonë të dua prap datë. Prap ti? Po edhe u taku herën e dytë. Mos më besoj atë. Po di. Sa kam dasur ta martova. Po martova 10 orë. Po. Po ja po ndava nga te grup. Apo mirë. Po mas 2 vjeç. Pra. Kishte si online. Se vitë zonë. Ti ka shumë? Atë online. Po ke shumë. Që ka shumë mirë dhe unë jam me sigurt të gjithë janë kuptuar me të bashkëpunim që kanë bërë me ty.
gjithë këta, ke ndonjëri që e veçon. Si veçoj dot. Po njëri që kem shumë shok. Nuk i veçoj dot, sepse unë jam tip që unë nuk prish që edhe i gjithë i du shumë. Çfarë sheh jeti në horoskop? Shigjetari. Shigjetar. Edhe unë i du të gjithë edhe nuk kam hatër mbetje me kolegë. I du të gjithë njësoj. Nuk i veçoj dot që them, te du më shumë. Kush nga këta bashkëpunëtor? Do më thuash vonë. Vjen pak më vonë. Shiko, zakonisht femrat vinë më vonë se derisa të dy sa të bëj javë. Nuk e pritur më gjatë. Me thonë drejtën ka qenë këngëtare për dikur herët, ka qenë këngëtare që ishte. Nuk besoj se ka qenë ky. Shpejt, e keni shpëtuar. Kishin një jetë auto. Kemi që rësira Sa të bjen shtar Covidit. Po para Covidit. Wow. Po, dhe si në dakord me që atje. Mund të fusemi. Kemi shtuar më të mirin. E di. E pjatët më të mirë. Ai zemër, nuk du fort. Albano, do ta mendosh si punë. Do të shkë pyetje me spec si që bëndë Erman Mamaci dikur. Keni do një pyetje për Ratin, jemi që jemi. Rati, sa jeshin ju dhe pse? Një pyetje më tjerë tani jam bashkë. Jo, Rati, ja, do të bëj një pyetje dhe mama. E di që të kam zëmër bëj. Atë. Unë se nuk do të shëfon kjo. Ka ndodhur në një Albano është shumë i veçantë. Unë e përgëzoj edhe pëlqej Albanos është drejt për drejt. Atë që ka ta thotë, edhe nuk i do njerëzit, pes po i do pa interes. Kjo më pëlqen ke ky njeri. Është Edhe jeni miq edhe jemi shumë miq mirë dhe dushëm. e shumë dashuri ka për që nuk vjen pra s'ka. Nuk vjen më beso, edhe ta lutesh. Ne nuk e di pse ta marrë të përgjigjen e asaj se ç'ti bëj Albanos, më mori nga koha do i dalë fake off në një ditë. Këtarja që kishte pritur shumë gjatë? Ja zbulosh e? Jo, ka qenë thjesht knop që në për klapët e natës. Ajo s'është motra erdha, dhe nuk vonoj, jam po shpije. Kisha nga fresku, dhe këtu të diku të bulevarderi. Po nisu thoshte, një orë prisja poshtë. Një orë, dhe sa merri të ndajt fundës, dhe unë zbivo këtu. Unë zbivo në taksivës, rruga mbarë. Përse të tjera zakonisht kanë qenë të rregullta, po sa do hapshin që Morë të zhresa? Tani. Një do rriten kanë mundësi të përshirë dhe ty. shqiptar për arsye sepse du ta ngjoj shqip më O vonë. gazmoja, Du ta ngjoj Si shqip ke më. punët në anglisht në tjera aty? Me thonë drejtën. Merrem vesh me shenjë. Po, kërkoj digo mësuta. Shiko, problemi se nuk thirr truri mo, se këto është mush ardisku plot. Është bushur me tekste këngësh. Me tekste këngësh plot edhe. Sa të rish ti që ato zhëllit Ne mi duke mësu avash avash. S'është tek anglisht, por ti besoj sepse vajza është 21 vjeç, arritur për bërë çdo lloj bisede tani. Po sigurisht. Ja ke shprehur këtë dëshirë që E din, edhe djalit i kom thonë, kam qenë valla të bëj dasëm shqiptare. Nuk kam parë gjykime, që Shumë e qartë. unë i kom thonë. Kisha dëshirë që ta kem shqiptare, si lusën, si Londrën. Po. Ti je shqiptar. Të merrem vesh me ato valla, traditë shqiptare, do këndosh ti të datë në fëmijëve? unë nuk e di kur martoj vajzën dhe kem. Kushte djali 22?
djali... Ishte dy babi, djali... Shiko, djali do t'i kom thonë, shikoj... Shikoj me Terezikë, po, mësu po shbala. Jo se jam pishman, kur nuk bëhem pishman. Vazhdoj shkollën njerë, unë e kom pas dhe për si për aktrim, dhe pra në bukur ka lëgjë një film me ta studi që si Është djeli e mirë të jona? Mirë, atër, nuk po flasim më në të dy, se bëhemi të tepërt, mendoj. Bëhemi një publik të dëgjues dhe skena e Mesdrivës është... Por është një knajs, e kam dojë Redin Pasha. Miqtë e mi di brandje kam në Amerike, kudo edhe kuksianët, që gjithmonë kanë qenë shumë pranë. Edhe me këtë këngë është pesë. Me shumë dëshuri. Fantastik.